Rotary Club Shkodër zhvilloi mbledhjen e fundit të vitit presidencial rotarian 2025-2026, duke reflektuar mbi arritjet, projektet dhe angazhimin në shërbim të komunitetit gjatë një viti të suksesshëm. Takimi u përshëndet përmes një mesazhi nga guvernatori i distriktit 2485 Artur Beu, i cili vlerësoi punën e klubit dhe inkurajoi vazhdimin e misionit të Rotarit në shërbim të shoqërisë. Një nga momentet kryesore të aktivitetit ishte kumtesa e mbajtur nga doktoresh Elsida Sina, lektore në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë dhe psikoterapiste licencuar BVRT në Londër, me temën Sfida e shëndetit mendor në shoqërinë moderne. Prezantimi nxiti diskutime të vlefshme mbi rëndësinë e mirëqenies emocionale dhe nevojën për të folur më hapur për shëndetin mendor. Gjatë mbrëmjes u zhvillua dhe ceremonia e pranimit dhe betimit të tre anëtarëve të rinj të Rotary Club Shkodër, Aleksandër Marleci, Emi Kalaja dhe Edis Kadia. Drejtuesit e klubit theksuan se anëtarësimi në Rotary përfaqëson njëkohësisht privilegj dhe përgjegjësi, duke kërkuar angazhim aktiv në shërbim të komunitetit. Në përfundim të takimit, anëtarët vlerësuan punën e realizuar gjatë vitit rotarian dhe shprehen mirënjohjen për kontributin e secilit në përmbushjen e motos së Rotarit, Service Above Self, shërbimi mbi vetveten, duke riafirmuar angazhimin për të vijuar ndikimin pozitiv në komunitetin shkodran.